Mbi 1 milion përdorues të ChatGPT-s çdo ditë shfaqin shenja të planifikimit apo mendimeve vetvrasëse. Kështu të paktën thuhet në raportin e fundit të OpenAI, i cili ka tronditur opinionin publik. Sipas kompanisë që krijoi ChatGPT-n, këto janë vlerësime fillestare, por tregojnë se chatboti është bërë pjesë e bisedave më të ndjeshme njerëzore. Përveç kësaj, rreth 560.000 përdorues çdo javë shfaqin shenja të psikozës ose manisë. Këto të dhëna kompania i publikoi në një moment kritik pas një padije të një familje së një adoleshenti i cili kreu vetvrasje duke përdorur në mënyrë të stërgjatur ChatGPT-n. Ndërsa autoritetet amerikane tashmë kanë hapur hetim për ndikimin e chatbotëve te fëmijët dhe të rinjt. OpenAI thotë se versioni i ri GPT-5 ka përmirësuar sigurinë dhe ka reduktuar sjelljet e padëshiruara me 91%. Gjithashtu janë shtuar paralajmërime për përdoruesit dhe qasje më të lehtë në linjat e krizës. Në zhvillimin e sistemit janë përfshirë mbi 170 psikiatër dhe psikolog që kanë analizuar mbi 1800 raste të ndjeshme të shëndetit mendor. Ekspertët paralajmërojnë se chatbotët si ChatGPT nuk duhet të zëvendësojnë ndihmën profesionale, por ky raport tregon qartë se inteligjenca artificiale po bëhet gjithnjë e më shumë pasqyra e krizave tona njerëzore.